Tensionet dhe përplasje fizike janë shënuar sërish në kuvendin e Kosovës mes deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje. Tensionet për përplasje fizike janë shënuar sërish në kuvendin e Kosovës mes deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje. Përplasjet nisën teksa deputetja e Vetëvendosjes Arbërie Nagavçi po komunikonte me mediat. Deputetë të PDK-s i hodhën ujë ndërsa situata u përshkallëzua edhe në një përplasje fizike mes Nagavçi dhe deputetes së AAK-s Albana Bytyqi. Në ambientet e kuvendit pati gjithashtu tensione ndaj ministres në detyrë të drejtësisë Donika Gërvallës. Deputetë të PDK-s dhe AAK-s i hodhën ujë dhe letra. Përplasje pati edhe mes deputetit të PDK-s Mërgim Lushtaku dhe deputetit të Vetëvendosjes Adnan Rusteni, ndërsa në mes të tyre ndërhyri deputeti i LVV-s Ardian Gola. Tensionet lidhen me ngërçin për konstituimin e kuvendit të Kosovës. PDK-ja dhe AAK-ja kërkojnë vazhdimin e seancës konstruktive duke argumentuar se ka përfunduar afati 30 ditor për konstituimin e kuvendit. Seanca konstituive nisi më 6 gusht, por procesi mbeti pezull pasi deputetët nuk arritën të zgjedhin kryetarin dhe nënkryetaret e kuvendit. Ndërkohë Lëvizja Vetëvendosje këmbgul se fillimisht duhet të arrihet një marrëveshje politike, ndërsa Donika Gërvalla ka deklaruar se interpretimi i LVV-s është që seanca duhet të përmbyllet brenda 30 ditëve nga nisja e saj. PDK-ja dhe AAK-ja i kanë kërkuar kryesuesit të seancës Afnit Dehari që të thërras vazhdimin e saj duke e thelluar edhe më tepër plasjen politike në kuvend.